Në seancën plenare të kësaj të enteje u zhvillua interpelanca me ministrin e mjedisit Sofjan Jaupajn për investimin në Zvërnec, kërkuar nga opozita. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, gjatë fjalës së saj drejtoi disa pyetje ministrit lidhur me projektin që është planifikuar të bëhet. Ati janë futur se që me datën 5 maj dhe 15 maj kemi bërë diskutim për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Nuk the ku është publikuar, ku është konsultuar dhe është miratuar. Ndërkohë që nuk është miratuar asgjë, aty kishe buldozier, kishe rrethim dhe kishe ndërhyrje brutale në mjedis. Nuk na the, zoti ministër, a ke dëgjuar ti që deti tjetë pronë private? A ke dëgjuar ti që Bregdeti tjetë pronë private e ndonjërit? A ke dëgjuar ti që zonat e mbrojtura të jenë pronë private e ndonjërit? Sepse Bregdeti, hapësira publike, deti, u rrethuan aty. U rrethuan me lejen e qeverisë tuaj. Në përgjigje, Jaupaj u shpreh se nuk duhet të vihet në dyshim angazhimi i qeverisë për mbrojtjen e natyrës, pasi sipas tij ka fakte dhe ligje që e provojnë këtë. Mëtej, shtoi se projekti Zvërneci do të nënshtrohet një analizë të thelluar për ndikimin në mjedis. Ndër të tjera, u shpreh se legjislacioni shqiptar nuk vendos ndalime, por kushte se si duhet të realizohen. Do të thotë se projekti do duhet të paraqitet, do t'i nënshtrohet një analizë të plotë dhe shkencore të ndikimeve të mundshme mbi mjedisin, mbi biodiversitetin, mbi habitatet dhe speciet e mbrojtura, mbi ujrat, mbi tokën, mbi klimën, mbi peizazhin dhe mbi komunitetin. Me fjalë të tjera, shteti shqiptar ka vendosur që vendimarrja mjedisore për projektin që do të paraqitet të mbështetet mbi evidencën shkencore, ekspertizë profesionale dhe standardet më të larta të legjislacionit mjedisor shqiptar dhe europian. Dhe është pikërisht garancia që mbrojtja e natyrës nuk duhet në fakt të bazohet mbi deklarata politike, duhet të bazohet mbi fakte, mbi studime dhe vlerësime profesionale. Të nderuar deputet, një pjesë e debatit është përqendruar te statusi i zonës së mbrojtur. Prandaj është e rëndësishme të sqarojmë se çfarë është realisht zona e mbrojtur Pish-Poronart. Zona është shpallur peizazh i mbrojtur kategoria 5 sipas standardeve të IUCN-it. Kategoria 5 nuk është rezervë strikte natyrore. Nuk është kategori ku ndalohet çdo aktivitet njerëzor. Përkundrazi, filozofia e kësaj kategorie bazohet mbi bashkëtesën e natyrës mbi aktivitetin ekonomik, social dhe turistik. Çështja e investimit në Zvërnec mbetet ende në fazë shqyrtimi, ndërsa qeveria dhe opozita vijojnë përplasjen mbi ndikimin mjedisor të projektit dhe mënyrën e zbatimit të tij në përputhje me ligjen.